A e dini pse stilolapsat kanë një vrim të vogël në kapakun e tyre? Sidomos stilolapsi Beats, i cili është një nga produktet më të njohura të shkrimit në botë. Kompania e prodhoi në vitin 1950 dhe që nga ajo kohë janë shitur mbi 100 miliard në të gjithë botën. Vrima në kapakun e stilolapsit është krijuar për të lejuar që ajri të kalojë nëse dikush gëlltit ose thith aksidentalisht një kapak stilolapsi, duke parandaluar një bllokim të plotë të rrugëve të frymarrjes dhe një mbytje të mundshme. Vrima ndihmon gjithashtu në barazimin e presionit brenda dhe jashtë stilolapsit, duke parandaluar rrjedhjen e bojës kur stilolapsi është i mbyllur. Kompania Beats, një prodhues i madh stilolapsash, e prezantoi këtë veçori sigurie në kapakët e saj të stilolapsit në vitin 1991. Edhe me vrimë, thithja aksidentale e kapakut të stilolapsit mund të jetë ende e rrezikshme dhe mjekëve mund të duhet të përdorin mjete të specializuara për të hequr kapakun nga rrugët e frymëmarrjes. Përse është xhepi i vogël në xhinse? Gjithmonë, ky xhep i vendosur në anën përparme të djathtë fillimisht ishte projektuar për të mbajtur një orë xhepi, një aksesor i zakonshëm në fund të viteve 1800. Në 1870-ën, kur Levi Strauss dhe Jacob Davis krijuan kominoshët e para të Bellit, para rencet e xhinseve moderne, orët e xhepit ishin një aksesor i vlefshëm dhe thelbësor, veçanërisht për punëtorët si marangozët, minatorët dhe punëtorët e hekurudhave. Xhepi i vogël siguronte një vend të sigurt dhe lehtësisht të aksesueshëm për të ruajtur një orë xhepi duke e mbrojtur atë nga dëmtimet dhe vjedhjet, ndërsa punojësit ishin duke punuar. Ndërsa orët e xhepit nuk ishin aq të zakonshme, xhepi i vogël mbeti një tipar i xhinseve për t'u bërë një element i veçantë dizajni dhe një simbol i trashëgimisë së veshjes. Sot njerëzit e përdorin xhepin e vogël për qëllime të ndryshme, duke përfshirë ruajtjen e monedhave, bileta ose sende të vogla personale. Për çfarë shërbejnë vrimat e vogla në atlete? Në pjesën anësore të këpucëve apo atleteve Converse janë projektuar kryesisht për aerosje, duke lejuar qarkullimin e ajrit për të reduktuar djersitjen e këmbëve dhe për t'i mbajtur këmbët tuaja më të freskëta dhe më të thata, veçanërisht kur i vesh ato pa çorape. Vrimat e lehta lehtësojnë rrjedhjen e ajrit, gjë që ndihmon në parandalimin e djersitjes së tepërt dhe grumbullimin e erës, veçanërisht në aktivitete si vrapimi, ecja ose thjesht mbajtja e tyre për një kohë të gjatë. Këpucët Converse, të dizajnuara fillimisht për atletët, ishin të njohura për freskinë e tyre dhe vrimat në anë ishin një faktor kyç në popularitetin e tyre, veçanërisht në mesin e lojtarëve të NBA-s në Amerikë që vlerësonin vetinë e reduktimit të djersës. Pse shumica e çantave kanë një veshje të brendshme me ngjyrë të lehtë? Arsyeja është sepse përdorimi i ngjyrave si bezh, krem ose gri e hapur zgjidhet për arsye estetike dhe praktike. Ngjyrat e lehta reflektojnë më shumë dritë, duke e bërë më të lehtë shikimi brenda çantës, veçanërisht në kushte me ndriçim të dobët. Veshjet më të lehta mund të krijojnë një pamje më të ajrosur dhe më të sofistikuar. Ngjyrat e lehta janë të gjithanshme dhe mund të funksionojnë me një gamë të gjerë materialesh dhe stilesh që nga lëkura deri tek pëlhura najloni dhe sintetike. Disa veshje me ngjyra të lehta si pëlhura ose mikrofibra mund të jenë të qëndrueshme dhe të lehta për të pastruar, duke ofruar një zgjidhje praktike për përdorim të përditshëm. Çfarë roli kanë butonat ose kopsat në mangët e xhaketave? Ka një legjendë rreth kësaj. Thuhet se Napoleon Bonaparte porositi butona për mangët e xhaketës për të parandaluar ushtarët të fshin hundët, por kjo mbetet një legjendë popullore urbane. E vërteta është kjo. Kopsa në mangët e xhaketave janë një shtesë relativisht e kohëve të fundit me origjinë nga epoka viktoriane, ku xhaketat shpesh përdoreshin me kopsa për të lehtësuar lëvizjen në përveshjen e mangëve. Butonat i ndihmojnë meshkujt të përveshin mangët në vend që të heqin xhaketat. Sot butonat janë kryesisht një veçori dekorative dhe numri dhe vendosja e tyre ndryshojnë sipas traditave të rrobaqepsisë. Këto kanë dhe një emër ndryshe që quhen manshetat e kirurgut, sepse ato i lejonin mjekët të përvishnin mangët kur linin foshta në shtëpi.
Pse hotelet vendosin një rripël hure në krevat? Nëse keni qëndruar ndonjëherë në një hotel, me siguri keni vënë në re një rripël hure në ngjyrë të errët të vendosur në fund të krevatit. Shumë vizitorë e heqin atë pa e ditur që ka disa funksione praktike. Mbrojtje nga ushqimi. Shumë njerëz hanë në shtrat dhe ky rrip ndihmon për të shmangur njollat në çarçafët e bardhë të hotelit. Ruajtja e sendeve personale. Vendosja e çantave, xhaketave apo sendeve të tjera mbi të ndihmon në mbajtjen e çarçafeve të pastër nga mikrobet. Pushimi i këmbëve. Pas një dite të lodhshme, njerëzit shpesh shtrihen në shtrat pa i hequr këpucët. Ky rrip i mbron çarçafët nga papastërtitë. Aktivitete intime. Disa çifte e përdorin si një shtresë mbrojtëse për të shmangur njollat në çarçaf gjatë momenteve private. A e dinit pse ishte aty? A e kishit menduar më parë këtë funksion? Lini komentin tuaj. Kodet e ngjyrave në tubat e pastës së dhëmbëve. A i keni vënë re ndonjëherë këto ngjyra? Janë e kuqe, e zezë, blu, jeshile. Sipas një miti thuhet se ngjyra e tyre tregon përbërjen e pastës së dhëmbëve, por në websajtin e kompanisë Colgate kjo është një përgënjeshtrim. Qëllimi i tyre është: këto shenja lexohen nga sensorët e rrezeve të dritës në linjën e prodhimit, të cilët u tregojnë makinave se ku të presin, palosin ose mbyllin paketimin, dhe nuk janë një kod. Ngjyrat nuk tregojnë përbërësit ose cilësinë e pastës së dhëmbëve, dhe pretendimet e zakonshme për kuptimin e ngjyrave, për shembull jeshile është pastë përbërës natyral, e kuqe tregon që pasta ka kimikate, janë një mit, sipas gjithmonë Colgates. Ju mund të gjeni ngjyra të ndryshme, jo vetëm të kuqe, jeshile, blu, të zezë, por edhe të tjera, varet nga lloji i markës që prodhon. Ideja që kodi i ngjyrës zbulon përbërësit e pastës është një keqkuptim i zakonshëm që është hedhur nga profesionistët dhe prodhuesit dentar. Kur zgjidhni pastën e dhëmbëve, fokusohuni në faktorë si përmbajtja e florit, nevojat specifike dentare dhe vulat profesionale në vend të ngjyrës në tub. Sekretet e jakës së këmishës së burrave përfshin disa detaje interesante që ndihmojnë për një pamje më të pastër dhe më të kuruar. Kopsat nën jak. Në shumicën e këmishave të burrave ka kopsa që ndodhen nën jak për të mbajtur jakën të palosur në mënyrë të rregullt. Këto kopsa janë të dizenjuar për të mbajtur formën dhe sigurojnë që jaka të mos sillet si e shpërdoruar edhe pas një periudhe përdorimi. Shëriti plastik. Shëritat plastik janë shpesh të fshehur nën jak dhe përdoren për të mbajtur jakën të fortë dhe në formë. Ato janë vendosur brenda pjesës së brendshme të jakës, duke mos e lejuar jakën të përkulet ose të humbas formën. Këto detaje ndihmojnë që këmisha të duket gjithmonë në formë të përsosur dhe jaka të duket e pastër dhe e rregullt. Roli i letrës së bardhë te këpucët e reja. Funksioni kryesor i saj është të thithë lagështinë e tepërt që mund të grumbullohet brenda këpucëve, veçanërisht gjatë ruajtjes kur këpucët paketohen për transport. Letra është e bërë në mënyrë tipike nga një material poros absorbues si një letër përlhure. Ajo thith lagështinë dhe ndihmon në parandalimin e mykut, i cili mund të dëmtojë këpucët dhe të krijojë era të pakëndshme. Të nderuar miq, cili nga këto funksione ju duk më interesant? Lini komentin tuaj. Ju falenderojmë për kohën tuaj. Mos harroni të bëni like dhe share videos. Do të shihemi në videot e tjera. Faleminderit.